Sa i përket lidhjes kësaj pune të sponsorizimeve, ne momentalisht kemi marrë, jo momentalisht, po javën e kaluar kemi marrë në majl nga Federata e Futbollit të Kosovës, që kanë pas një takim me ashtu siç ishte edhe proklamuar më herët me një televizion, që do të takohen komisioni i MKRS-s që është i caktuar në lidhje me sponsorizimet edhe licencimet e klubeve dhe të federatave, që do ta kenë një takim dhe ai takim siç duket është zhvilluar sipas informacioneve që kemi, sepse neve na ka ardhur një email zyrtar në klubin e futbollit, te klubi i futbollit, që mundemi me vazhdu me punën e sponsorizimeve për marrjen e vërtetimeve që i kemi deponuar atë për të gëzojmë këto sponsorizime nga kompani të ndryshme. Na nuk e që kemi pas këtë fazë na i vërtetim proces, sepse që thash edhe më herët, një pjesë e madhe shpenzime, për mësë me thonë shumë mbulohen prej mjeteve direkte që aksionari investon në klub, dhe një pjesë tjetër është bazuar në ligjin e sponsorizimit. Po tash vonë, domethënë ka ardhur njoftimi që federata është licencuar dhe klubet mundin me procesu me i marrë vërtetimet në ministri. Domethënë në momentin që në fakt unë besoj që as nuk duhet me lidh kështu klubet me federat, mendoj që është gabim. Mirë po sidoqoftë ka ardhur njoftimi i emaili javën e kaluar që klubet mundin me procesu me marrë vërtetimet në ministri, sepse federata është licencuar. Po, vërtetimet janë duke ulçuar, ato klubet cilat aplikojnë janë duke shqyrtuar, edhe nuk është numër i madh i aplikimeve, aq sa është, nuk më kam ndonjë statistikë tash, por janë duke ulçuar, po. Përmendoj prej javës kaluar është një numër konsiderueshëm i vërtetime që ulçuan në raport me sportin e futbollit në këtë përgjithësi. Kjo do të vazhdojë deri në kuvendin e rollës. Kjo do të vazhdojë deri në zotimin që e ka dhënë Federata e Futbollit. Pra, nëse Federata e Futbollit në muajin qershor nuk bëhet kuvendi, atëherë si komision jemi të detyruar që vendimin të hequm prapa, pasi që harmonizimi i akteve të federatës është detyrim i federatës që të harmonizojë aktet e tyre me ligjin për sport.